Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicion informativ I lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Policia e Gjirokastrës Erion Veliaj ka bërë hapin e paralajmëruar nga avokatët e tij duke goditur vendimin e qeverisë që shkarkoi nga detyra në ankimimin e depozituar në gjykatën kushtetuese. Ai thotë se mungesa në detyrë për më shumë se 3 muaj nuk lidhet me shkaqe që varen nga vullneti I tij. Sipas Veliajt, Këshilli I Ministrave ka shkelur nenet e kushtetutës që garantojnë pavarësinë e pushtetit vendor. Erion Veliaj, sipas udhëheqësit Demokrat Sali Berisha, refuzoi marrëveshjen me Ramën ndaj dhe ankimoi shkarkimin e tij në kushtetuese. Në një dalje për mediat, Berisha siguroi se opozita ka disa kandidat për të garuar në Tiranë. Avokatët e Sali Berishës dhe personave të tjerë të akuzuar në dosjen Partizani kërkuan që aktet në dosjen hetimore të shpallen të pavlefshme. Përballë këtyre pretendimeve, prokurori kërkoi kohë, ndërsa gjykata shtyu procesin për në datën 13 tetor. Një servisi në Fushkruj është vendosur një sasi lëndë plas. Prona me vlerë mbi 3 milion euro të një notere në Tiranë janë sekuestruar nga prokuroria, vila luksoze, apartamente, makina të shtrenjta dhe llogari bankare janë bllokuar në ndyshimin se kanë ardhur nga aktiviteti kriminal. Inteligjenca artificiale do të aplikohet edhe në universitetet shqiptare. Kryeministri Rama tha se ka nisur futja e programeve që lidhen me teknologjinë për ta bërë Shqipërinë sipas tij lider në Ballkan në këtë fushë. Këtë të hënë, universitetet e vendit hapën dyert për raundin e dytë të regjistrimeve të rinj. Brenda akullës veneciane në Durrës është hapur një ekspozit kushtuar trashëgimisë kulturore të qytetit. Për këtë herë para publikut janë prezantuar pulla postare të dekadave më parë.